Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vion numërimi votave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Nga rezultatet paraprake tregohet se Partia Socialiste ka marrë 223.000 vota ose 83 mandate në kuvend, Partia Demokratike 145.000 vota në rang kombëtar ose 51 mandate deputetësh. Në vendin e tretë është Partia Socialdemokrate me 3 mandate. Nisma Shqipëria bëhet, Mundësia dhe Lëvizja Bashkë kanë marrë nga 1 mandat në parlament. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare për qarkun e Tiranës tregojnë se Partia Socialiste mban përsinë me 47.7% të totalit, duke fituar për momentin 19 mandate nga 18 të siguruara në vitin 2021. Koalicioni Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, rënditet e dyti me 14 mandate, duke pasur një rënje me rreth 10.4% në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, ku mori 45.3% dhe 17 mandate deputetësh. Blendi Goxha është më i votuari në qarkun e Vorrës. Pas votimit elektronik, rezulton se Partia Socialiste fitoi rreth 8.000 vota. Më i votuari nga radhët e socialistëve është kandidati i listës së hapur Blendi Goxha me rreth 4.794 vota personale. Ka përfunduar procesi numërimit të votave në Bashkinë e Tepelenës, ku rezultati final ka nxjerrë fituese Partisë Socialiste me 2.000 vota diferencë ndaj forcave të tjera politike. Sipas të dhënave të siguruara, Partia Socialiste fiton 3.200 vota, Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore 1.000 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 150, 130 Partia Socialdemokrate dhe Partia Mundësia 84 vota. Bashkitë e Kolonjës dhe Pustecit përfunduan të parat numërimin e votave të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas të dhënave të publikuara nga faqja zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Bashkinë Kolonjë përfundoi numërimi i 26 qendrave të votimit. Partia Socialiste fitoi 64.38% të votave, Koalicioni Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 28.7%, Mundësia 1.48%, Nisma 2.14% dhe Partia Socialdemokrate 1.43% të votave. Ndërsa në Bashkinë Pustec, Partia Socialiste fitoi 67.78% të votave, Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore fitoi 29.45% të votave. Pas numërimit të votave në Bashkinë e Libovës, Partia Socialiste fiton me rreth 56.80% të votave, Koalicioni Partia Demokratike 35.47% dhe Nisma Shqipëria bëhet 4.85% të votave. Fitore e socialistëve është dhe në Bashkinë e Imarës, sipas të dhënave të publikuara nga faqja zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas numërimit të gjitha votave, Partia Socialiste fitoi 51.26%, Koalicioni Partisë Demokratike 38% dhe Nisma Shqipëria bëhet me 5.74% të votave. Përfundoi dhe procesi numërimit të votave në Bashkinë e Fusharzit. Pas numërimit të 16 qendrave të votimit, fitues është Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 42%, ndërsa Partia Socialiste merr 36% të votave dhe Socialdemokratët 19.8%, ndërsa partitë e tjera nga më pak se 1% të votave. Në as opozita rikonfirmoi fitoren. Nga 28 qendrat e votimit në përfundim të procesit të numërimit të votave, Partia Demokratike merr 52.57% të votave, ndërsa Partia Socialiste 33.7%, të tjerat nga më pak se 1% të votave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.